Po derisa të gjendet pra një zgjedhje në kuptimin e asaj që opozita të reflektojë dhe mbi bazën e argumentimit të gjykatës kushtetuese, ku neve na takon që kandidatën për kryetarin të kuvendit këtë rast, cilën ne kemi propozuar pra zonin Haxhiu, ta voton opozita. Apo I bie që tashmë vetë se jeni të varur siç nuk dëshironit në fushat të mbeteni të varur nga partitë, siç I keni quajtur të stërvjetëruara. Po ato janë të stërvjetëruara. Mirë, po Qytetari ju la të varur nga ta, çka do të bëni tash? Tash qytetari ka dhënë 42.20% për lëvizjen e vendosje. Nëse këtë votë ne e përkthehemi, I bën që të jetë diku afër 47-8% e votës shqiptare. Dhe në këtë kuptim mendoj që legitimiteti politik për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit të Republikës Kosovës I takon subjektit të parë, në këtë rast lëvizja e vendosje, për cilën ne kemi obligim që ta jetësojmë në kuptimin politik.